fshati Qirez në komunën e Skenderajt njihet për traditat dhe kulturat si fshat, por edhe për pleqnarët e shumë të cilët ka. Brahim Recep Ajeti, si një 83 vjeçar, flet për jetën e tij, e cila sipas tij nuk ka qenë edhe aq e mirë. Brahimit çdo të t'i vinë në kujtesë vuajtjet të cilat i ka kaluar deri më sot. Brahimi, i cili sot ushtron rolin e një pleqnari, tregon historinë se si e filloi këtë punë. Unë e rrjedhi për një familje shumë të vujtne pej. Këna pas edhe shkombe, këna pas edhe mirë, po ma shumë pej ukupuzve këna hjek. Plak mas flake këna hjek. Pej ditë smretit, e tektil, sërbisforen, bugarit, e kralit, e titës, e të zlobadonin, i na kodë vujtën. E ne janë kodë vronë edhe atëherë, i këna pas 2 vronë sërbisfarë, ditur këtë 2 sërbis 3, të vronin komë ata, që i kanë vronë pushtusi. U konë Ramazan Rexhepi, migja i babës tem, u vronë në Turki atje. Nuk e dim, edhe unë e kanë marrë, kanë qurë, nuk e dim punë e t'i që e dim që u zhduk, pa gjurëm heq. Edhe të na, u konë edhe kë, po Ramadani, po Ahmet Tahiri, ajo i kabilës tem, bashkë i shpisë tem, kur i ka prek krenë Serbia, e kanë lypë me vrasë, s'kanë mujtë, thonë u dalë në Turki, kush nuk e dim vërën e tina. Në dhunë të aty në nardhë i kanë marrë edhe 2 moshkujt tënë të anashe, e i kanë quj 3. Një joni, një këshiza, 2 të shpisë tënë, i kanë marrë, i kanë pushkatuën, i mëronë në Macedoni. Në pretekst si ushtarë atje i kanë quë, thonë ja u kanë grabit dë push atje ku në shku kanë liftuë, vërës që avdim kërkut. Kena vujtë gjithë, deri me tash, mu pedin edhe këtë gjarën e tashit ma vënë, këna hjek bëllë, o konë i kohështirë atëherë, shkëllim s'këna pas, i na konë pashkollum, i na morë me bujësi, i na morë me blektori, tjetër s'këna pas, i dore matë modhe, veç me qëtu i na morë atëherë. Unë e për herë të parë, babën e kom pas pleqnar, edhe 4 gjyshin e kom pas pleqnar, edhe babën e babë gjyshin, pleqnarin kom pas, po baba si manë pënd, a i kanunin e ka ditë shumë mirë dhe ka pleqnu me burat drënisët Kosovës. E unë e të në shqytu bo hizmet në nëdë, kanë bo marjesan në tënë, unë e gjithë këmë bo hizmet si i ri, i këmë gu plesht, qka po thënë, qysh po punuj. E unë e këmë marë për i babës tenë. Kena bo marjesa, e kena maru një gjak në Dëmnicë, para 10 vjetë që ashtu ndo këti ka, ato kena maru e një pidojnë që ka mi, të në shku kena maru e. 2 gjësa gjoki kena maru në Galicë, me bujak Samadres që në kanë plague, edhe 2 gjësa gjoki kena më fushë kësuvas. E kena bo maresa ta në shkatre, sa ma shumë qëso që po shkatrohen, edhe para lufte i këmë bo 2 maresa, 1 gjak e 1 varë, para lufte. E ku morë pjesë të në gjdo, do bim qashtu. Madje, a i ka rëfyer edhe një rast të ndjeshëm në të cilin ishte pjesë e faljes së gjakut mes 2 familjeve. Po që gjakun që kena maru në Dëmnicë, a i kjo konë komplikum që mua tana shumë ka preka, jo? Nipi e mytë dajnë. Kjo daja e kishë pas grunë për i shtutarice, po ja qëtë tash mesën kjo, ati në djallit atje, që ja kishë mytë babën. E tash mesë e halë. Kër në shku mi marue, ne ka folë gjakun për 1 satë, që i kishë pas për nur gjinën kur. Por kër i këna unë gjatë, ne ka folë gjakun, tha kom me folë diçka, tha dhe grunë për dëmirë shu, tha se një pas zatetën të dajtë, e dhe drë që i 15 diçka. Unë i këmë thonë, tha shbën e ke folë këtë fjallë për burë. Ka vjë para marjesë, pa ne folë gjakun, njëherë me boshka 3, të na mu maru gjakun. Po gjetëm me dhe atë burat gjatë fort që e bu me dhe atë e quma qikën, e lëshoj dhe shtu i shkatru, po na u prekum shumë aty. Ka pas shumë vena i na ka shumë ranë. Ndër të tjerash, sakrifica dhe varfëria kohëve të mëparshme i vije në kujtesë shumë herë. Mirë po, për të respektin e atë kohë ka qenë më i madh se sa sot. E për Brahimin, arsyeja e humbjes së respektit në kohën e sotme është liria e tepër që e kanë njerëzit. Kohët e ma hershme në kohën raport me sot, qërë sot ko i dore ma shumë. Se ne për puna, ne i dore ne kemë tonë ma të mirë. Atë i dore në këna pas gjonë, kush ka pas ka rënuë. Këna pas gjonë, tonë e këna pas, po
Respekt ka pas ma shumë, respekt ju kom ma i mirë, sona, qëka i kem me pare, nuk e kem, që të pa pare, të në i kem, fjole o pa pare, fjole në mirë nuk e kem të të, respekti ka ra për tëke. Më fani, ju të rini, veç ju këtu të cene i dini, në për popull dini, respekti i vogel. E të na më dalë me vizitu më rrallë, këtu nërë shkoj shumë, buj shumë, hangë shumë darë, rishëm ka 2 net, 3 net, musafir tash nuk ka moshtë. Ma më rëmenja që kjo demokracia që orë në tonë kemë pas jënë demokraci. Po erë shumë demokraci, u mështë dhe të ka hangër më krejt, e se lam fijen, kishë pasë ka pak me hangër demokracinë. E jo me hangër krejt për herë. Edhe ta shirë ndalë për puna, tonë, qashtë tonë për banesa, pak, për ples pak kanë respekt. Ples nuk kanë respekt, sot. Nuk kanë respekt. Por, për Brahimin, brenga më e madhe sot është mungesa e gjuhës së përbashkët në mes të popullit shqiptar. Mu për më shumë të që s'po mujnë me orë një gjuhë përbashkët shqiptar të tërë nigru shqiptar. Si në parlament, që këtë që pëjngoj, s'po mujnë me orë një gjuhë përbashkët. Mu po më je more, po më je kesh me këshurë televizorin që to, që ka po bojnë ata në parlament. Që po bojnë, na nigru shqiptar jem, që jemi shumë. Edhe kena bujt gjithë nërkom të uj, nërqizme të uj, në konë nërtu të uj. Sot ta vynë me mu vetisue. Me dash një unë i tjetërin. Qa po folën në parlament aty une, në malë nuk i kina folë me qaban aty. Në malë. A i gjithashtu foli edhe për periudhën e vështirë të luftës, ku thot se ushtria qëllimtare e Kosovës ka qëndruar në odën e shtëpisë e tij për të vëzhguar situatën e fshatit Qires. Në atat kur formue ushtria qëllimtare, dhe pena të nishë në konë lidhje gjithë. U formue ushtria qëllimtare, vishin këto, edhe ajo nuk konë e qelë për ta gjithë me ruje. Te i fillimi kanë orë dhe aty, kanë biseduj, kanë marrë detyrat, kanë ecë, edhe atë notë për luftën e fshatit Qires për të kallëzoj, këtu për kapi, të në dhe dhemi dalim anenave që. Në konë atë notë ushtëria të na. Jenë orë, pej prekazi, jenë orë në të tënë. Me dalë, me kërë, me vizitu udhë, me kontrolu udhë, më shmjallon lirin e plot, sërë të në miletës vetë drenasit. Se këta së zënërajt nuk kanë mujtë marë mo, se ju në zumë atje, u dhamë kur sashin. Edhe këtëna ne, këna më darë, këna më lap, jenë që jenë dalë me kontrolu rrugën, ata edhe me marë dhe armë, i këshin pas që i kalon Serbia, dikuj, edhe kër i kanë marë ato armë, dhe i kanë pas me i qitë masa nesër, se që i pas baja aty. Ata janë këthy, do janë shku për Dobrashevc, e këshin pas një ushtar atje, të përstjela të terena njena, edhe në nëdë, na i kina pritë që po vinë nërës të tenë të sërdhen, por kërë po bon sabah, lau më ka vro dhe djali, i kanë qitë dhe të rëshmëm lau, kështë po punoj narë, po në shej vëzhgimi a ju konë, me vëzhgue, që po bon. Edhe djali të vëzhgue, një pa dy aty, një ata shokë që në shku në Dobrashevc, janë ranë pritë në Likoshan, s'kanë mujtë mu largu për katuni, me jenë malë jenë hinë Likoshan edhe metë që mësë me luftën këtu, që me jenë malë, aty të na, në zatet kanë liftue, ka pas aty shtime shumë, avra kush, aty nuk e di plagu jamsh, se ata e në kalzue, e të na djali ka vishlo 3 herë, që i ka një, në gisht, a vishlo i këpë shaj, u konë me na kalzu neve që ja u rëthum, ja po vi. Djali ma dhe dalë, ka thonë shokët qënë se u rëthum. Ja ka diçka këtu, ja na kanë shokë prita se vishloj lovë, kam rritë djali, thëtë, unë isë lufta. Kërë në dalë në të në shirëzhuar me në nishëm të armeve, të krisë, aty të ka nesë anë në shkonë lufta, aty në zatet, 2 djemë të mirë në konë, 2 djemë të mirë lavë edhe do shtarin konë tjerë, aty në zatet, me emën në shasë lazëm e i kalduar, mu edhe me emëna. Nëse danë? Ati u konë Beqir Redjepi, Gjem Kodra, Beqir Meja, Isa Fezati, Skender Gjeli, Jair Hajdari, që në konë këtu në temë. Ata në konë Rasim Keqina, edhe konë Jair
Jair Hajdari që në met atje, në promë duke i dhe atje të në met, Rasim Keqina, Jair Hajdari, Sabit Ladros edhe një konë. Musa është. Po. I ka atër në konë atje, atër në rënë pritë. Ta në më shkumi në mua aty në pritë, ta e në zatet atë dhe në zatet kanë liftuar. Ta në, aty u vro vlau, aty kanë vro 4 policë, jam kanë armër 4 policë, 4 altia, 4 automata, edhe ta në shi, vlau mu ka vro që aty, te kanë shtregu vlau, atë kam ri helikopteri, ta në kam ri forca të blina, kretë jenë rëthue, ta në shumë med, pa fishekin med të atje që ka i përmena në emën, kësaj grupe, djali ka pas shishek vetëm ka liftu tek deri në 9 ora në mbrëmjet. Pe 20-11. I fikall vetëm, ka pas dhra në plagosën aty shumë, bajke helikopteri, sa kanë mujtë kanë liftu aty. Për juve banorët këtë qeni konë ka tonë? Na banorët i na konë shumë zërë, nuk kishë maran se më unis luft, mësme pas kur gjë, 4 kallasha i patëm edhe jemi së ishe bona operacion për i Gagrine, më shkoj muja dhe një ushtari shpa arme, edhe më shkoj muja atje në luft, na metëm pa arme, me që këtë djalli shumë, dhe djemë 3 na pas të, edhe dhe laft, edhe unë në kumë me ta aty, shashtu sakat, na nuk ishëm, na i në mshelë që aty, po te ndërë vishin me imra nuk ishim. Te ndërë të burit po. S'kena pas kur visë sakicat. Kena pas zërë, o konë shumë ditë e shtire e ditë, ajo nuk harrohet kur. Bas përveç ushtarve, djemve që janë vra, në popull, a dite, a kanë masakru? Po, të ne i kanë mytë 10 gjemëvit, 1.000 kukun i tyni i gradis, edhe të në 4 bite shëremet që i disë ka, edhe 2 vran e shëremet i plagun, 2 sefer dhe 1 i plagun aty, 3 të në dhejme kanë zhjo ka pashku masavis, 3 dekun sefer në ditë, prekazi jam të, për të neve, i shajnë konë masakru. Kanë masakru. Që shini një baca të det, a e një konë ma, a keni pas frika, po që shtojnë ju ka hu? Qëre më të frika po heqke, tuta po kaleke. Dikur tut nuk po kishë më mërzi për gjithë, se jo për moshkujt mi, po për gjithë. Kena pas dhimje për gjithë, se tuta po kaleke. Edhe thmija dikur nuk të qënë, po kaleke tuta. Ja tuta më po kaleke. Po zërë kena pas që, mos po na rrethojnë gjithë, na ruhet gjithë me roje. Atëherë na kanë bashkuar qysh ma fort lidhën. Sa që njëri tjetër vëlla, i kena thonë. Çast bashkumi na kanë. Edhe gratë, edhe fëmija, edhe burrat, edhe plesht. Tonë njën kanë bashkuar sa që fëmija me po diçka të kallëzoj këtë çka ka. Edhe fëmija i kodë të ku. Zoti i çashtu i bashkoi. Vënja ka nisë më që prashit. Vëlloj, po më duke lakmija, kojta i ka kopës. Po më duke dhe, pe lakmije. Se për qëtër sen s'ka për çka. Lakmija i ka kopë, karierizmi, edhe karierizmin e kanë huj. Shkomi për njeri, është për dy nuk o mund që. Si një pleqnar, a i tregon se problemet më të shpeshta sot janë ndarjet e qifteve, derisa tregon edhe arsyet që sipas tij po çon drejt tyre. Çfarë probleme shko ma shpesh? Probleme ka ndamje që i ke djallë, martesat. Ma shumë të këtu. Shumë keq. Shumë keq. Pse bat s'po menon që po ndohen që ka shumë njerëzit në të sot? Mu po më mërmenja pak, po njëhen shumë heret djallë qik. Më falë që... Po njëhen shumë heret. Baba kishë kallëzuen 2 vjetë, 3 vjetë, 4 vjetë. Qatë dashni për hargjojnë, ta në po qartën për pak. Se nuk kam se mu qartë, me qef po bashkohen. E ma shumë t'i ka që ka të resa. Sa që me të prejkë fort në shpirt, martesat janë. Që djenë 3 më da, baba ki le thmin, e le thmin, 2 thmin, se për unë pa thmija 5 nërësh është. Ka janë jashtë, ma shumë për i të rëftojnë djetë, qikën.
Edhe këtu ka edhe për djemë dhe për qikave. Veç unë e po thamë mas fort, djendë kanë faj, jo që jeti vajzë. Me qka ku mujtë unë me di, djendë kanë ma shumë faj. Pse bac? Kjo gjonë një tjetër ma të mirë, për i thosojnë atash haqko. Kojta. Që kjo kojta a kese. Ju djemi një veqore, po të thamë qështu dhe qashtu është. Pa gjenë jo, pa qergë jo, pa unë që pleshtë jo. Po pleshtë i marojnë, ishtë i ndo dërzan, pa dërzan jo. Një dërzan për djallë, një për qikë, mësë me luët ana, mësë me ro pishman. Po, dërzani të na për gjergjet. Një dëshamir të ishtë një dërzana, janë një alipitina, 2 dërzan. Fëmija nëse kanë më zveti, kanë unë i jabë babës, ligjet të këtu jabë nënës ka do thëmija. 18 vjetë fëmija i nënës, këtë i botë 18, botë i zëti veti të në ka dënë e zgjithë vetë. A i tregon se në mesin e shumë burrave të Qirezit janë persona që kanë pajtuar shumë familje. Ka rase shumë që i këna maru dhe këse muca, që ka pasë reje, ka pasë, po i dhënë një gjuhë përbashkë, i kanë lonë mundë të burat, i këna maru, i këna morë ngryk. Aty veç që në morë ngryk, i këna morë ngryk. Ska pasë kompenzim përgjë. Me dëshirë në vetë në mundës. E kur zbinë hezë, a i kërkon diçka, ati do të me qitë paret. Në qëre, ligji është i mirë, po ligji nuk ta hjek belen. E ka vrata është e njerin, 5 dit, 20 vjeta, 30. Këni gjakshmin kësë fja falë. E kanuni kër e marën, mo në kate, u maru mo s'ka probleme. Ata mujë më bodhëmish në rveti. A ligji është i mirë, po len mi grep për mas. Se ligji nuk e merë me maru ato me një herë këtu. Po veç e dëna qatë njeri, edhe thot, unë e kom dënu, shkon shpe. A qaj tash një gjak borqa, se qka e me rëqimjeti nuk përgjezhet këtë. Nuk përgjezhet. Po këj jetë tash një gjak borq për shemëll. Apo rre, rëqimjeti është të në burq, tja ka rre në borq. A i s'jalen, se s'pëj marë gjyqi. Veç pëj dënë. Kjo është. E kanuni i marën. Aty mo probleme s'ka. Në kohët e mëparshme të shpeshta kanë qenë edhe grabitjet e vajzave. E Ibrahimi tregon se ka pasur raste kur i kanë vrarë djalin dhe vajzën. Tërë moti, kur i ka marrë qikën pa vetë, shumë verë i në vra. I ka vrarë djali dhe qikë. Atëre, kanuni që është të ka dhonë. Po, ajo u largu tash, po i marrujnë tash o ma mirë. Atëre ku ma kesë. Që shukon atëra pun kaldën? O konë se i ka vra, baba i qikëta, po vlovi qikëta, migja i ka vra 2. Edhe qikën edhe djalin. Atëre ku ma kesë. Ibrahimi si një pleqnar tregon se rinia në Kosovë duhet të vedisohet më shumë. Rinia sot duhet mu vedisu shumë, mu shkollue, me një shkollën, me bo shkollën, mos me shu venin tonë, ja përshë që po dolin tonë, shkollën me njek, me mo shkollën, mos me shu venin, mu vedisue, me mo rrugën dhe se 2 rrugë janë, e mrapshta dhe drejta. Ato 2 derën qele kanë, cilës du shko, cilën du shë merë, nash mrapshta dhe drejten, me mo rrugën e drejtë. Rinia do të mu vedisue, me punue, mu shkollue, mu punësue, tëna mi po. Rinia nuk duhet mu largu pitë. Edhe me pas respekt pak, ndaj plezë, me i prestu plezë, me i prestu tapë, me respektu gjinën. Pse këtu një herë me zatet një plak, e këna respektu kretë fëmija, një plak me zatet. Unë e përshoq që po zatet me kush nuk e që dërën për tribën dhe thonë të më jetë a mu jerdha. Që janë pa pare, që janë pa pare. Se këto me pare të ne, këto pa pare nuk i kemë. Fjole janë sadak, fjole e mirë është sadak, fjole janë pa pare. Unë ka lajmë me respektue. Ka lajmë me respektue. Madje, a i tregon se vesha jo adekuate e vajzave duhet të përmirësohet. Për qëre që to në kanë largu në pak, në kanë largu. Muzikën, natën, dosenet, nuk duhet gjithë, pak më rrallë duhet. E jo gjithë natën më dalë, mësë me ditë baba në unë aku. Me ditë baba në unë e vlove, më dhe ta ku po shkonë. Ma këtë njerë nuk i në dojnë këshi, pa i kalzu dikuj.
Se më shku me bëlloj një nata 2 si vjeqës e diku. është katastrofa. Që ata duhet me pas një vëdësim madhë.